Sa i përket çështjes së aspektit ligjor, ligji për trashëgimin përcakton trajtimin e barabartë të djalit dhe vajzës, përkatësisht burrave dhe grave. Por në fakt kjo në praktik vazhdon me qenë sfiduese. Dhe në këtë drejtim, natyrisht që heqja dorë nga trashëgimi është jashtëzakonisht prezente. Edhe në ndryshimet ligjore të vitit 2018-19 është parapat që organet që merren me zbatimin e procedurës trashëgimore, noteri në rastet kur nuk ka procedurë kontestimore së gjykata, kur ka procedurë kontestimore, duhet të ndërmarrin disa aktivitete shtesë në drejtim të asaj që të sigurohen rast se vërtet heqja dorë nga e drejta në trashëgimi bëhet mbi bazën ekskluzivisht të vullnetit të palëve ose ka mekanizme ose është një gjë e tillë e imponuar. Ajo që në fakt në praktik vazhdon me qenë sfiduese është çështja e heqjes dorë të vajzave dhe grave dhe në këtë drejtim unë vlerësoj që sigurimi i të drejtës në pronë është një drejtë jashtëzakonisht e rëndësishme për çka natyrisht që duhet inkurajuar gratë dhe vajzat që të përkujdesen për këtë gjë dhe të mos heqin dorë nga një e drejtë e tillë. A mundesh më na tregu se si ndohet me përqindje apo si a kanë të barabartë si djali si vajza trashëgimin apo varësisht çysh ndajnë prind? Natyrisht ligji përcakton trajtimin e barabartë të ndarjes së pasurisë në mes të trashëgimtarëve, por që, siç e tham në praktik, kjo vazhdon me qenë bukur sfiduese. Sa i përket legjislacionit aktual, heqja dorë nga e drejta në trashëgimi ka efekt edhe për pasardhësit e trashëgimtarit. Por një gjë të tillë do të adresohet me draft kodin e ri të civil, i cili natyrisht që për fat të keq të Kosovës akoma nuk është avancuar, nuk është miratuar. Miratimi i tij do të rregullonte edhe më tutje këto procese për faktin se ai e qartëson në mënyrë të qartë faktin që heqja dorë nga e drejta në trashëgimi e trashëgimtarit me automatizëm nuk i privon pasardhësit e tij. Prandaj vlerësoj që miratimi i kodit civil sa më parë që të jetë mundur nga ana e legjislaturës së ardhshme do të ishte një hap drejt avancimit të më të tjeshëm të kësaj çështje tepër më rëndësi për sigurimin dhe trajtimin e barabartë të qytetarëve para ligjit për sa i përket çështjes së të drejtës në trashëgimi. Realisht përqindjet janë relativisht të vogla kur palët me thekë veçantë gratë ose vajzat kërkojnë një të drejtë të tillë, për çka natyrisht përfiton nga rasti që t'inkurajoj që të përkujdesen për këtë gjë, për faktin se ligjet tona pavarësisht që janë të avancuara, mirë po ligjet duhet të zbatohen zbatimi i ligjeve në këtë drejtim edhe i ligjit për trashëgimi nënkupton zbatim dhe trajtim të barabartë të qytetarëve dhe kjo në fakt është prej bazave dhe themeleve të funksionimit të një shoqërie të mirë dhe demokratike dhe të shëndosh për çka natyrisht që duhet të angazhohemi gjithë secili.